E miq, përshëndetje, jemi këtu në fshat. Kemi dalur i gjithë fshati, kanë lënë punë të veta, qershit dhe gjithçka dhe do të pastrojmë varrezat e fshatit. Është pothuajse i gjithë fshati, gjithë trit, janë gjithë fermer, gjithë kanë punë, por kanë lënë punëtorët dhe ka një për shtëpi kanë dalë këtu të pastrojmë varrezat sepse ata duan shërbim një herë në vit, do u përkushtohemi atine. Oh. Dhe siç e shihni, është vërtet një fshat shembull ku dua gjithë shqiptaria të jetë e tillë. I themi Sodol u bab. Respekte. Po na kemi lënë që shijat sot. Sa nuk do venim që shijat. Da pasuri unë.